Profesor, nuk mund t'ju lë pa ju pyetur për qëndrimin e Albin Kurtit, kryeministrit, në raport me situatën që është tani në Maqedoninë e Veriut e protestën e studentëve. Një pjesë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut shkojnë deri në kufi që thonë që Albin Kurti na trahtoi kauzën me qëndrimet edhe veprimet duke qëndruar krah Mickovskit në një moment para pak javësh kur në sheshi zihente për provimin e jurisprudencës dhe drejtat e mohuara të shqiptarëve. Po, një hapi i parë i mirë që është bërë është qëllimi i shqiptarëve në Maqedoni, lidhur me faktin se Shqipja nuk është gjuhë zyrtare në Maqedoni, sepse janë mashtruar me vite që është gjuhë zyrtare. Gjuhë zyrtare përfshihen në kushtetut, ka dhe shtete që s'ka fare gjuhë zyrtare, përveç se de facto, për shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë gjuhë zyrtare. Por në rast e tjera, ajo është përfshirë në kushtetut, dhe në kushtetutën e Maqedonisë nuk është. Atëherë, mes nuk është në kushtetut, është për ligj, dhe ky ligj në esencë thotë që gjuha shqipe është edhe zyrtare, do të përdoret edhe në administratë, në për komunat ku ata janë mbi 20% shqiptarë. Pra është ligj dhe është deri në 20%, po jo në të gjitha komunat. Kjo do të thotë se nuk vlen edhe për institucionet qendrore shtetërore, sepse vërtet në komunën e Tetovës, ta thonë, shumica institucioneve kanë dy gjuhësi, por ta thonë Banka Qendrore e Maqedonisë në Tetovë nuk është e detyruar të respektojë dy gjuhësinë e Tetovës. Sepse është bankë e shtetit, dhe për shtetin është një gjuhë zyrtare. Po kështu mund të jenë edhe të gjitha institucionet e tjera shtetërore maqedonase që veprojnë edhe në komunat ku janë 20% shqiptarë. Kjo mbetet që është praktike, nga njëherë nuk funksionon për shkak se ata mund të bëjnë ndonjë lëshim, nga njëherë funksionon se nuk duan ta bëjnë këtë lëshim, do thotë unë jam institucioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, jam qendror dhe për mua gjuha e vetme zyrtare është e komunikimit është kjo. Kështu që është hap i mirë që u ndërgjegjësuan, dhe kur ndërgjegjësohesh për një problem për cilin je mashtruar, kam përshtypjen se është një hap i madh drejt zgjidhjes. A zgjidh qeveria Mickovski, a zgjidh një qeveri tjetër. Kjo do të mbetet të shihet sepse nuk besoj se është çështje që zgjidhet kaq lehtë, do kërkoj pra mundime, sakrifica, lëvizje dhe përpjekje të shqiptarëve për ta realizuar këtë drejtë. Dhe prandaj janë hapa të mirë edhe protestat, edhe vetëdijsimi për problemin që ekziston. Dhe ky problem sigurisht u vetëdijsua kur nuk ishte më në pushtet BDI-ja që të vazhdonte mashtrimin e vet. Provimi i jurisprudencës nuk është thënë asnjëherë në gjuhën shqipe, në këtë rast, por tani tash është pyetja se me ardhjen e Vlenit u qartësuan situatat dhe pastaj do të përpiqen të kur e heton problemin mund ta sjellësh. Ndërsa kur nuk e di as që është problem, qaset për ta zgjidhur minimal. Në fundit kundërshtarit ose siç thonë djallit, djallëzia më e madhe e djallit është besimi se nuk ekziston. Pra të përhap besimin se s'ka djall. Edhe kjo të përhapësh besimin se s'ka problem me gjuhën shqipe në Maqedoni, është djallëzi më e madhe se sa të tjera. Prandaj në këtë kuptim ajo është një lëvizje e mirë që duhet mbajtur gjallë, që duhet ndoshta të përhapet të probleme të tjera, ta thonë për statusin shtetëformues të shqiptarëve, për heqjen e 20% në qoftë, sepse atëherë edhe ne që jeton në Veles një shqiptar, ta thonë, do të kishte të drejtën e shqiptës si gjuhë zyrtare e Maqedonisë, por nuk e ka tani. Pra në këtë kuptim janë lëvizje që vlejnë edhe që duhet të ecën përpara. Profesor, kam një pyetje të fundit për ta mbyllur, ndoshta mund duket e egzageruar, por a mund mendojmë që a mund të ketë
ose siç është folur edhe ditë e fundit media, ajo një takim në Shtetet e Bashkuara, Vjosa Osmani, Grenë, një komplot amerikan kundër Kurtit? Cila ishte kjo e fundit? Komplot amerikan kundër Kurtit? Komplot? Pra, të Nëse thashë mund të duket e egzageruar, por nisur nga deklarata. Jo, absolutisht nuk më duket e egzageruar, më duket pyetje më vonë sepse me diskurin e tyre, me ligjërimin e tyre, i bëjnë të mundra ngritjet e pyetjeve nga më paradoksale të absurde. Dhe kjo është problemi që kanë krijuar ata, jo sepse ai e formulon problem pastaj që e kanë krijuar. Ndoshta njerëzit zgjedhja në parë problemit është të drejtë. Ndoshta nisur dhe nga ideologjia për plasjet e viteve të fundit, pra mund të jenë shumë gjëra këtu. Unë nuk e di që tani kjo botë që është aktuale, që është ka ecë gati në mënyrë galopante drejt absurdit, të ndarë më shumë në vija ideologjike. Ndërsa për fat në Kosovë kjo nuk ka asnjë rol. Sepse njeriu duhet të heqë dorë nga një ngulitje në ideologji që përmbys raportin ideologji-politika. Ka thënë, ideologjit janë mjet për zhvillim. Dhe nuk ka rëndësi është të majtë të djathtë e mesit të qendrës konservatore të tjera, në qoftë se shoh se me veprimet e veta është nuk e zhvilluar vendi. Përndryshe përmbysët raporti dhe thua, parë do ham, si thoshte Enver Hoxha, e parimet ideologjike nuk i traktoj. Tani ta vësh popullin në shërbim të ideologjisë, në vend se të jetë e kundërta, ideologjinë në shërbim të një populli, ky është fitush rrënimi më i madh politik që mund t'i bëhet një mendje. Sepse politika duhet të ketë si qëllime morale, ideale apo deontologjike, detyrat që ka universale dhe pastaj sigurisht edhe rritja e lumturisë të mirëqenies së një populli. Si mundet dikush të qëndrojë besnik në ideologji vetëm edhe kur e shikon që populli po rënon. Që duhet të jesh dikush vërtet i mangët mendrisht për të qëndruar besnik ideologjisë dhe jo besnik detyrës që ka politika për zhvillimin dhe rritjen e lumturisë në një shoqëri. Ajo mund të bëhet herë ndaj majta, herë ndaj djathta. Tradicionalisht perëndimi është zhvilluar nga alternimi këtyre dyjave, po flas për tradicional, që tani ka marrë fund edhe ajo. Pra, secili po them prirje ideologjike, që për një kohë ka pushtet të bën politikën, udhëheq politikën në një vendi,